Bebet duhet të flenë vetëm, pa ndërhyrjen e prindërve, dhe nëse qajnë, lërin aty. Luther Emmett Holt ishte një pediatër dhe autor amerikan i njohur për kontributet e tij në kujdesin dhe edukimin për shëndetin e foshnjave dhe fëmijëve. Ai besonte se përqafimi dhe kontakti tepërt fizik mund të dëmtonte fëmijën duke bërë atë të varur emocionalisht. Ai sugjeronte që foshnjat të ushqiheshin me intervale fikse dhe jo kur ato shfaqnin shenja urie. Fëmijët duhet të rriten pa shumë ndikim emocionale nga prindrit. John B. Watson ishte psikolog amerikan themeluesi i behaviorizmit, një figurë me ndikim të madh në psikologjinë moderne. Ai ishte gjithashtu eksperimentues i njohur për studimin e tij famkeq mbi Albertin e vogël, ku tregoi se emocionet mund të kushtozohen përmes përvojës. Alberti, i cili ishte një foshnjë qetë dhe lumtur, përritoi ankth dhe stres të madh gjatë eksperimentit. Të dy psikologët injoruan faktorin emocional në zhvillimin e fëmijëve. Metodat e tyre do të sillnin efekte negative afatgjata në zhvillimin e fëmijëve. Sot shumica e ekspertëve, psikologët e zhvillimit apo dhe pediatrit, i konsiderojnë këto metoda shumë të ashpra dhe të dëmshme.